Atë që Allahu Gjelleshanu në rrugë të drejtë e udhëzon, nuk ka kush që nga ajo rrugë ta humbë, largon lajthit dhe devijon. Dhe atë që Allahu Gjelleshanu me të drejtën e ti, me urtësinë dhe butësinë e ti e humbë, nuk ka kush që e udhëzon. Dhe fjalët më të mira janë të Allahut, udhëzimi më i mirë është i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe veprat më të këqija janë risit, bidatet, atë qënë në humbje, e më pastaj humbja qënë në zjarin e xhehenemit, Allahu të gjithve në mbroft nga ai. Vlezër, i shohim qartë dhuntit e Allahut subhanahu wa ta'ala, që në përmjet sezoneve të hajrit, shtillave të këtij dinit të pastërt, shtillave të kësaj feje, kaq të mirë, kaq të pastër dhe të sinqert, feje komplete dhe e përsosur, feje Allahut subhanahu wa ta'ala, her pas here, po na sjell një frymëzim të madh. Ashtu e ka bo Allahu Gjelleshanuhu, që pas dëshmisë së shahadetit, Allahu Gjelleshanuhu caktoi një shtill tjetër, një shtill të madhe, ku mbi atë shtill matet, peshohet dhe është barometri i besimtarve. Ajo i ndan besimtarët nga jo besimtarët. Ajo është namazi. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Ja ejuhalladhina amanu sta'inu bis sabri was salati, inna Allahe ma'a sabirin. Allahu Gjelleshanuhu ju thot besimtarve: Ista'inu, ja ejuhalladhina amanu, o ju besim drejt. Kur thot Allahu, jo ju të cilët keni besuar, vlezër e ka për qëllim ato që kanë besuar Allahun një hak. Ja ejuhalladhina amanu, ista'inu bis sabri was salah. O ju besim drejt, nëse doni tek Allahu Gjelleshanu me ofruar, dhe me kërku prej Allahut Gjelleshanuhu ndihmë, me kërku prej Allahut me u largu nga situatat e vështira, nga gjendjet e këqija dhe të rrezikshme, atëhere në përmjet sabrit tuaj. Nëse ju bëni sabër, jeni durimtar ndaj pikëspari obligimeve të Allahut dhe jeni durimtar ndaj harameve, ndalesave të Allahut Gjelleshanu. Ista'inu bis sabri was salah, edhe çka, edhe në përmjet kuj, edhe në përmjet namazit. Allahu Gjelleshanu e ka bashku sabrin edhe namazin. A besoni vlezër sa herë na nevojitet sabrin namaz? Atë kujtohet disa herë kur e merr tekbirin, thu vallahe, atë qëndrojnë koma, atë ulem, edhe pse ta ka leju pejgamberi alayhis salam, Islami ta ka lejuar, kur s'mundesh me qëndru në komë edhe ulu. E këtu vjen sabri, thot duro. Nuk je deri në atë gjendje. Në çdo moment sabri të afrohet për me i kri obligimet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Inna Allahe ma as-sabirin. Pse? Allahu subhanahu wa ta'ala ajo është gjithmonë me ato të cilët kanë sabër dhe kanë durim. Shqyqet që ka thot vlezër Allahu Gjelleshanu për punën e zeqatit. Khudh, i thot Muhammedit a.s. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alejhim inna salataka sakanun lahum. Allahu i drejtohet Muhammedit a.s. dhe kjo tradit pastaj mbet edhe të khulefat e muslimanëve që erdhën pas pejgamberit a.s. të prisat e muslimanëve. Allahu i tha Muhammedit a.s. në radhë të parë: Khudh min amwalihim sadaqatan, mberi aty o i dërguari Allahut, zeqatin e kanë obligim me nxjerr, dhe ti ai që i urdhron që musliman që e kanë obligim të hapin zeqatin. Khudh min amwalihim sadaqatan. Shiqo, Allahu pastaj nuk e la vetëm kaq. Kish mundësi subhanahu wa ta'ala thonte merrja u zeqatin, le ta japin. Amo çka tha? Tregoi Allahu urtësinë e zeqatit. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Qarqen ka dobit e zeqatit shumë. Allahu i tregon shtillat. Tutahhiruhum, zeqati vlla ta pastron pasurin. Mos me hi diçka e keqe, diçka e pist te pasuria jote. Tutahhiruhum, e pastron Allahu subhanahu wa ta'ala pasurin.
A e din kur mbledh diçka, edhe nëse një pjesë është pak e mykur, e largon atë, pse thuaj kjo ka me prish, ka me myk edhe tjerat, edhe e hek ato që të ngelet tjetra e pastër, ngelet bereqeti tjetër i mirë, i nditur e kështu me radhë. Të tahirun i pastron. Pastaj i pastron edhe prej mëkateve. Allahu Gjeleshanu për zeqatin ka thonë të tahirun biha, duke nxjerr ato zeqatin, pastrohen prej mëkat. O të zekihim, çka është kjo tezkije? Kjo është që Allahu Gjeleshanu tash dëshiron që besimtari mos me pas asnjë cilësi të munafikut. E thot të zekihim dhe i pastron ato, i ndan nga grupi i munafikëve. Pse? Për arsye se munafikët e kanë pa dhe e shohin gjithmonë se dhënia e pasurisë, dhënia e zekatit e pakson pasurinë. Ashtu ai i cili e beson Allahun Gjeleshanu me interes, ai i cili në rrugt të Allahu Gjeleshanu e merr digitronin dhe bën hesap, nëse unë e jap antarësi, shembull, edhe kjo çështje nuk ka vëllezër diçka, duhet ceket. Nëse unë e jap antarësi në xhami, por nuk qenë ka kjo një muj, kjo 12 muj është, me dhonun ka 25 euro, ose ka 30 euro, e kështu me radhë, me njëherë që i delë rezultati, por kur o puna për rrugt të Allahut, ai nuk e bon hesapin për një vjet, ai 10 vjet e bon me njëherë. Kur o puna në rrugt keqe, për me knaq shejtani, thot hajbe çka janë 50 euro, nuk kom betune për 50 euro, 50 euro nuk mbajnë mu as të varfër, as pasanik. E kur vjen puna në rrugt të Allahut subhanahu wa taala, kjo është ajo që thot Allahu, wa tuzekihim, kur i japin zeqat, Allahu ato i dallon prej munafikëve. Prandaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ma naqasa malun min sadaqa, o musliman, thot Muhamedi alayhi salam, mos frigoni se zeqati asnjëherë nuk e pakson pasurinë, vetëm se e rritën, e shton pasurinë. Çka i tha më në fund Allahu Gjeleshanu Muhamedit alayhi salam, wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum, me përthi bukfalisht wa salli alayhim, do të thonë salli dhe bën namaz për ato. Jo, salli salati Muhamedit a.s. këta jetë është dhe bë duati për ato. Dhe më thonë Muhamedi a.s. kur ka qenë gjallë ka bë dua për ato që kanë dhonë zeqatin. Përse dua? Që Allahu Gjeleshanu me pastru pasurinë e tire, me pastru zemrat e tire nga kopracia, nga lakmia ndaj pasurisë, edhe me i pastru ato nga grupi i munafikëve. Edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndrujet, por Allahu Gjeleshanu ka urdhëruar kur ka qenë gjallaj me bë dua për ato që japin. Edhe duaja e Muhamedit alayhis salam, vëllezër, efektin e ka sikur ka qenë ai gjallë, edhe pas vdekjes e ka efektin duaja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Inna salataka sakanun lahum, se thot Allahu, duaja ite për ato është qetësi, i qetëson ato. Njerëzit sot sa kanë nevojë për qetësi. Wallahi, jep pasuri, do në shkone dikun qosht botës pushim me gjetë qetësi. Shkon atje prapë sungje, përpiqet, lodhet, shkon në përrajze biro, pritën, e kështu mëra, su në gjeni qetësin. Allahu Gjeleshanu thot, te puna, ela bidhik, puna e qetësis, ela bidhikrillahi tatma'innul qulub, a ka me diçka tjetër që mund qetësojnë zemrat, përveç se me përmendjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj vëllezër, shtilla e kujt, shtilla e agjerimit. Allahu subhanahu wa ta'ala, për çështjen e agjerimit, në edhim ajetin, edhe ajetet tjera, por pejgamberi alayhi salatu wassalam ju ka tregu dhe i ka urdhëruar besimtarët, i ka mësuar një çështje shumë të madhe dhe thot: "Idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfath wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni saim inni saim." Muhamedi alayhi salam thot, nëse dikush për juve agjiron, mos fol fjalë ndita, mos fole fjalë të pista. Edhe nëse dikush përpiqet me to, me u kacafit, me hin debat, le ti thote unë jam njeri, unë jam agjirushëm, unë jam agjirushëm. Kjo nuk vlen vetëm për muajin e Ramazanit, vlen edhe ai që agjiron tonën, ai që agjiron tenten, 3 ditë në cilin muaj e kështu me radhë. Kjo është një edukat profetike, ku e qëllimi i kësaj që besimtarit ngritet lart, moralin, zemrën e tij ta pastron. Vëllezër, ne sot jemi në 21 të muajit Dhulqa'de. Muaj Dhulqa'de është prej muajve të haxhit. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa adhin fi an-nasi bil hajji ya'tuka rijala
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Allahu I tha Ibrahimit a.s. pasi e përfundoi qaben me Ismailin, me djalin e tij, tha, thriti njerëzit me kri haxhin, wa adhin fi nnasi bil haxhi ya'tuka rijala, do të vinë disa duke ecur, rijalan, ya'tuka rijala, wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amik. Damir thot është kafsha e cila u ka lishtu. Pse u ka lishtu? Është bo e dobët, se kur e ka marrë rrugën, ajo ka ecë 1 muj, ka ecë edhe 2 muj, derisa ka arrit atje. Allah thot wa ala kulli damirin yatuna min kulli fajjin amik, do të vinë prej skajpeve të botës, të hipur, disa që janë më afër duke ecur, tjera të hipur në deve, transporte tjera, vinë çka? Li yashhadu manafi'a lahum, që të shijojnë dobit e haxhit. Prandaj ai I cili ka shku në haxh, vëllezër, vetëm me shikimin e vendeve të shejta e ka shiju dobin e haxhit, e ka shiju dobin e kësaj shtille të madhe. Li yashhadu manafi'a lahum, ka thonë dietarët, tu ka dy lloj dobish, dobi të kësaj bote dhe dobi të botës tjetër. Nëse flasim për dobit e botës tjetër, janë plot. Allah thot maqamu Ibrahim, vendi Ibrahimit aty, ku ka qëndru dhe e ka ndërtu qaben, shtëpia Allahut subhanahu wa taala, Safa, Marwa, I shikon ato, kujtohet Hajeri si ka ecur, pastaj qëndrimin Mina, në Arafat, Muzdelife, e gjithë këto çështje janë dobi për besimtarin. Dhe ki është një lloj xhihadi. Vallahi haxhi është një lloj xhihadi. I tha pejgamberi alayhis salam Aishës radiallahu ta'ala anha, e cila tha ja Resulallah, po e shikojmë se xhihadi pas ka vlerë të madhe. A bën edhe ne me bërë xhihad, me uvesh me tesha dhe me luftu me ju. Tha Muhamedi alayhis salam, xhihadi juaj është haxhi. Xhihadi juaj është haxhi. Atëherë vëllezër ka qenë për gratë, a beson sot për me kri haxhin, me qenë haxh me brur, haxh I pranuar, kanë thonë dietarët, kush është haxhi me brur? Thot ai haxh me brur është I pranum, ai haxh I cili prej fillimit deri në mbarim është me halal. Pasurinë e ka fitu me halal. Ka shku dhe as kujt si ka mbet borç. E ka marrë halalakun prej gjithëve, prej atyre që e din që I ka bo diçka, përgjithësi ju ka thonë gjithëve. Pastaj I ka kri të gjitha rritet e haxhit, nuk ka lënë asnjë mangësi. Prandaj pejgamberi alayhis salam ka thonë, për haxhin me brur nuk ka shpërblim tjetër përveç se kush? Përveç se xheneti. Prandaj edhe sot me kri haxhin, tamam, me I plotësu gjitha rritet e haxhit, është me të vërtet diçka e madhe. Është diçka e madhe. Për arsye se ka vëllezër vështirësi. Nuk është ajo shëtitje. Nuk është ajo që ka I shikojmë ne në televizor. Mashallah, xhilarët sot në Arafat. Shko qëndroti në Arafat dhe epja haku në Arafatit. Ja mu ushtri ati kokë shpinës edhe me flet. Shko në Mina qëndro dhe pasaj çdo ditë shko gjujgurët, guralecët. Nuk është që gjoj e lehtë. Besimtarët në kohën e pejgamberit alayhis salam, sahabët, a keni dëgjuar dhe një hadith që e kam pit Muhamedit alayhis salam, ja Resulallah, me qëndru në Mina është suneta o mustahaba, është farza o vajib. E ka bërë Muhamedi alayhis salam, e kanë bërë sahabët. Sot ai në haxh shkon, harxhon 10.000 euro e tepër, shkon atje edhe përpiqet për ibadet me u bë koprac. Me lën këta prish pun, me lën ata prish pun, me më shku atje a prish pun, si va prish pun. Atje është çështja që ti ke shku, një herë ta ka mundsu Allahu subhanahu wa taala, ndoshta edhe dy herë. Njerëzit përpiqen me bot tregti dhe me Allahun subhanahu wa taala, derisa e shkurtojnë sevapet e tyre, mirësitë e tyre, duke thonë kjo nuk qeka be vajib, kjo nuk pasaj prej vajibit, kjo nuk qenka be fars. Nëse e lon, a bëhet qameti? Wallahi qameti bëhet. Se tha Muhamedi alayhis salam, khudhu anni manasikakum, rregullat e haxhit mirni prej meje. Thuj kështu, a ka qëndru Muhamedi alayhis salam në Mina, a nuk ka qëndru? Kështu thuj. Mos thuja prish punë, a nuk prish punë. Thuj pejgamberi alayhis salam, a ka fjet në shator, në çadër, a ku ka fjet në Mina? Ditën e Arafatit çka ka bëu Muhamedi alayhis salam? A është mbledh me sahabët, ju ka tregu vica, ju ka tregu muhabet, a I ka qu durët dhe e ka lutë Allahun subhanahu wa ta'ala.
deri sa ka përfundu dielli, deri sa ka fillu teri, e atëherë është nish për Muzdelife. A e kje shembull të Muhamedin a.s. apo grupin dhe udhëheqësin ton që të udhëheq ti? Valla ne qashtu, jo vllai dashur, përgatitu se Allah thot liyashhadu manafi'a lahum, që ti shohin dobit e haxhit, nëse qëndron ti të nkohen në hotel. Mina nuk qenë ka pa tjetër, be na thoshin disa pa tjetër. Pejgamberi a.s. nuk ju ka thonë sahabeve nëse e krini mirë, për nëse nuk e krini nuk është aq keq, e kështu me radhë. Shembulli jon është Muhamedi a.s. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Shembulli më i miri juve kush është? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë, është dhe do të jetë, për cilën limen kana yarjullaha wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira. Shembulli Muhamedi a.s. shembulli ku është? I atyre burrave që posedojnë tre cilësi. Limen kana minkum yarjullah. Muhamedi a.s. është shembull, është model për cilën, për ata i cili don ta takone Allahun, ta shikone Allahun subhanahu wa taala. Limen kana yarjullah wal yawm al akhir, dhe e shpreson ditën e gjykimit, e shpreson se shpresat e tia, cilat janë të vërtetuara me ibadet, i thon atij ti do të jesh prej xhenetive, wa dhakara Allah kathira, dhe përmendën Allahun subhanahu wa taala. Prandaj ai i cili se përmendën Allahun shumë dije, ai se pason rrugën e Muhamedit alayhis salam. Kote ka, wa dhakara Allah kathira është prej cilësive të tretë që e don Muhamedin alayhis salam, e ndjekën rrugën e pejgamberit alayhis salam, përpiqes për sunetin e Muhamedit alayhis salam. Prandaj sot shifi njerëzit vëllezër, piti sa që ndrojnë mina. Wallahi disa natën prej Muzdelife si të bëjë gjisa natës, shkojnë i gjujnë ngurët edhe në hotel. E pastaj kur takon me dikon që e ka zbatu tamam, si thot Muhamedi alayhis salam, atëherë ai s'ka rrugdalje, i vin ai mallkuti dhe i thot thuj, ku është më mirë me fal namaz? An Mina në Qabe. Hiç ingrati nuk e din se Mina është pjesë e Qabës. Mina është pjesë e Qabës edhe më tepër. Pse edhe më tepër? Se ai i cili qëndron në Mina ditët e Teshrikut e arrin sevapin 100.000 namaze plus në nështrimin ndaj urdhit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai qetri ka shku me dituri dhe nuk ka qëndru në Mina, çështja ati është tek Allahu subhanahu wa taala, por e kom fjalën që me gjerat, shtillat e fesë, traditat e pejgamberit alayhis salam, sunnetin profetik, nuk bën njeri me bo kantar, me marr peshon dhe me i mat. Kjo sa kilogram ka? Ja, une prej 10 kilograme për pjet. Sunneti Muhamedit alayhis salam edhe 1 gram nëse është tradita ati, është lloj adhurimi, e ka zbatuar ai sallallahu alaihi wasallam. Allah thot el hajju ashhurun ma'lumat. Haxhi është ashhurun ma'lumat. Haxhi është në muajt të cilët i din gjithë. Shawwal, Dhulqa'da dhe ditët e para të Dhulhijjes. E thot Allah, "Faman farada fihin al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Ai i cili tash i ka vesh ihramet edhe është nis për me kri haxhin, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nëse është me gruan e tij derisa është në ihramet, duhet më u distancu nga prekjet, nga fjalët që çojnë në prekje kështu me radhë. Fusuk, nga fjalët e nditura, veprat e nditura, ol gjidal, edhe debat, nuk bëhet aq debat. Që pas gjithë këtive Allahu xheleshanu çka thot? Thot pastaj, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Që ku e ka fut Allahu xheleshanu këtë pjesë fjalës, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Dhe çdo vepër të mirë që e boni, Allahu e din ato. Më thonë ti thuaj subhanallah, vepra që ka i bëjun, i din Allahu xheleshanu, atëherë bëj sa më tepër veprat mira, në vendin e shenjtë, në vendin ku një vepër e mirë ka sevapin e 100.000 sevape. Wa tazawwadu thot Allahu, dhe përgatiteni, armatoseni, mbushni bagazhin me çka? Wa tazawwadu, përgatituni, fa inna khayra zadi taqwa, dhe përgatitja më e mirë, harxhi më i mirë është taqwallahu. Friga nga Allahu subhanahu wa taala. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Dhe Allah tha frigoni mu, bëu të devotshëm, bëni të devotshëm kush? Ulul albab, i ndajti tash muslimon. Kush janë ulul albab? Ata të cilët kanë mendje dhe logjik të shëndosh. Të janë ulul albab. Besimtar i mençur, larg pamës, përpiqet momentet e mira, vendet e shenjta, mos më hik.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا ulul albab. Pastaj vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadithi është hasan, e ka nxjerr shumë, Sheikh Albani e ka klasifikuar si hasan, edhe Imam Ahmedi, Ibn Majah nga Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe me këtë hadith do ta përfundojmë. Thot Muhamedi alayhi salam: "Ta'ajjalu ila al-hajj, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu." Nxitoni, thot Muhamedi alayhi salam, krinja haxhin. Askush prej juve nuk e din se çka mund t'i ndodh. Pasuri kije me bojllik, të mirat i kije, vjen një ditë nuk ki pasuri. 10 vite ke pas pasuri, 5 vite ke pas pasuri. Haxhin, Allahu alem atje në listë ku e ke vendu, çfarë numër? Hajde se. E Muhamedi alayhis salam thot krinja haxhin se nuk din, askush nuk e din se çka mund t'i ndodh atij. Prandaj vëllezër, jemi në muajin 21 Dhulqa'de, kjo është prej muajve të haxhit, po ashtu vitin 1447, ata të cilët ndoshta këtë vit nuk ja ka mundsu Allahu xheleshanu, mos e lën shtëpinë e tyre pa e kompletu. Mos e lën shtëpinë e tyre pa e kompletu. Ai thot çka, po ja ku mbo fasadën e gjitha e bafqet. Shtëpia jote është ajo e ahiretit, ato duhet me e kompletu. Prandaj pejgamberi alayhis salam u tërheq të vërejtjen sahabeve, derisa Omeri radiallahu ta'ala anhu tha, do të bojmë gati, do të dërgoj një delegacion në për qytetet e muslimanëve, edhe të mi bien emrat e atyre, të cilët kanë mundësi ta kri haxhin, edhe nuk e krin haxhin, pikës pari do t'ju vendoj atyre çka gjizje, tatime do t'ju vendoj. Besimtarit nuk i vendoj tatime. Omeri tha atyre do t'ju vendoj tatime, gjizje do të paguajnë, haraj, pse kanë mundësi ta krin haxhin dhe nuk e krin haxhin, nuk janë ata tha musliman, nuk janë ata musliman. قال رضي الله تعالى عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. الله جل شانه ولوسم نوزن ركتو دريت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أقول قولي هذا واستغفر الله.